Përshëndetje. Narcizmi, një fjalë që të bën të mendosh menjëherë për pasqyra të mëdha, selfie të pafund dhe personat që nuk flasin kurrë për asgjë tjetër veç vetes. Po të jesh narcist nuk është gjithmonë aq e thjeshtë sa të kesh një pasqyrë të madhe në dhomë apo të postosh çdo ditë fotot e kafes tënde me filtr. Jo, është diçka më komplekse. Dhe unë si psikolog e them me qetësi, por edhe me pak shpoti, nuk ka asgjë më të bukur se kur dikush vjen tek unë dhe më pyet, më thuaj, a jam narcist apo narciste? Përpara se të përgjigjem, le të vendosim disa baza. Narcizmi, sipas psikologjisë moderne, nuk është thjesht të jesh i vetkënaqur. Është një kombinim i vetvlerësimit të lartë, përvojës për vlerësim të vazhdueshëm dhe mungesë të empatisë. Në nivel më të lehtë të themi, çdo person mund të ketë momente narcizmi, sheh veten në pasqyrë dhe mendon, sot jam shumë mirë. Ose ndjen kënaqësi kur dikush i thot, sa e bukur je sot, ose sa i bukur je. Këtu nuk flasim për patologji, flasim për narcizëm funksional, i cili është krejt normal. Po, këtu fillon pjesa më interesante. Kur vjen një zonjë dhe të pyet, a jam narciste unë? Shpesh nuk kupton se ka dyshime për sjelljen e saj dhe pikërisht kjo pyetje është një indikator më shumë që ndoshta nuk është narciste psikologjikisht. Pse? Sepse narcistët e vërtet rrallë bëjnë pyetje të tillë. Ata e din vetë se janë qendra e universit. Askush nuk duhet t'ua tregoj këtë. Dhe ja, këtu fillon komedia. Njerëzit vinë tek unë duke menduar se janë narcist dhe gjatë seancave kuptojnë se më shumë jam të pavëmendshëm ndaj vetes se sa të vetkënaqur. Ja ta bëjmë më konkrete këtë. Imagjinoni një klientin që ka ardhur tek unë. Ka bërë 3 selfie gjatë rrugës, për në zyrë, ka postuar statusin, u mendoj për botën dhe veten time, dhe tashmë pyet, i nderuar psikolog, a jam narciste unë? Dhe unë që qesh dhe them, shumë gjasa ka që po, por mund të mos jesh aq narciste sa mendon. Ndoshta je thjesht egocentrike në mënyrë të ndjeshme. Tani pse ndodh kjo? Sepse narcizmi ka shumë fytyra. Ka narcizëm të shfaqur, ku individi duket arrogant, i vetkënaqur dhe dominues, dhe ka narcizëm të fshehur, ku individi duket i turpshëm, por në thelb kërkon miratim dhe vlerësim. Dhe të jesh i vetëdijshëm për këtë është një hap i madh. Në kanalin tim keni video që flas edhe për narcizmin e fshehtë. Po ironia është se sa më shumë pyet dikush që a jam narciste, aq më pak ka gjasha që të jesh narcist patologjik. Le të hyjmë pak në psikologjinë klinike. Narcizmi patologjik ose çrregullimi i personalitetit narcist, kështu e themi ne, ka disa karakteristika tipike. Mungesë empatie, nevojë të vazhdueshme për admirim, manipulim për të arritur qëllime personale dhe një ndjenjë superioriteti. Pra, nëse klienti yt mendon se është narcist sepse ka marrë një like më shumë në Instagram sot, ndoshta duhet të fillojë të qetësohet. Në fakt, narcizmi i moderuar është i dobishëm sepse të ndihmon të kesh vetbesim, të synosh qëllime dhe të mos marrësh gjithçka personalisht. Por le të kthehemi te shembujt e përditshëm, sepse këtu me pak shpoti tham, bëhet edhe marrgëtues. Një klient tjetër vjen dhe pyet për të njëjtën gjë dhe tregon me entuziazëm. Kam bërë një koment të mençur në një bisedë në grup dhe askush nuk më ka vlerësuar. Ke parë ti kështu? Dhe unë e shikoj dhe mendoj, po ky është një narcizëm i lehtë. Por shumë njerëz do ta dinin këtë nivel vetbesimi? Kjo është ajo arsyeja që shpesh përdorin humorin në psikologji. Të qeshësh me absurdin e vetes është një mënyrë perfekte për të ulur tensionin emocional dhe për të reflektuar në mënyrë kritike mbi sjelljet tona. Ja t'u them dhe një rast tjetër, klasik. Klientja shpreh shpesh përdorimin e fjalëve, të gjithë duhet të më kuptojnë, si indikator të narcizmit.
Dhe unë i përgjigja me një buzëqeshje dhe të them, po, me sa duket, ti ke kërkesa normale sociale, por mos u shqetëso kur je ende në nivelin e atyre që mendon se bota ekziston vetëm për ta. Kjo shaka është ajo që e bën psikologjinë të lehtë për të kuptuar dhe e bën klientin të qesh me vetvete. Një hap i rëndësishëm drejt vetëdijes dhe ndryshimit. Nga këndvështrimi i psikologjisë sociale, narcisizmi gjithashtu lidhet me nevojën për krahasim social. Shumë njerëz që pyesin, a jam narcisiste? Po e bëjnë këtë sepse shohin të tjerët që krahasohen me ta. Kjo është normale. Ne të gjithë krahasojmë veten me të tjerët. Por kur krahasimi shndrohet në obsesion për vetë imazhin dhe miratimin e të tjerëve, këtu lind problemi. Dhe këtu, si thuaç, humori, shpotia bëhet edhe më e mpret. Njerëzit që vijnë tek unë, edhe të kolegët e tjerë, sigurisht me këtë pyetje shpesh e kanë përgjigjen e vetë brenda tyre, por duan ta dëgjojnë nga dikush që nuk është pasqyrë tyre e pasme. Pra, përfundimisht, si mund të kuptoni nëse jeni narciste? Ja disa pyetje të thjeshta për veten. A ndjeni nevojën të vazhdueshme për admirim nga të tjerët? A keni vështirësi të empatizoni me të tjerët? A mendoni se meritoni më shumë se të tjerët vetëm për ekzistencën tuaj? A manipuloni të tjerët për të arritur qëllime personale? Nëse përgjigjet e këtyre pyetjeve janë po për shumicën e tyre, atëherë ndoshta duhet të shqyrtoni pak më shumë sjelljen tuaj. Nëse përgjigjja është jo, dhe pyetni vetëm sepse doni të jeni të sigurt, atëherë urime. Ju jeni shumë më të vetëdijshëm se sa mendoni, dhe ndoshta, vetëm ndoshta, narcisizmi juaj është në nivel të shëndetshëm. Si në përfundim, pyetja a jam narciste është një fenomen psikologjik, shumë interesant sa mund të duket. A i tregon vetëdije, reflektim dhe një dozë të mirë, sepse të gjithë mund të qeshim me absurditetin tonë. Dhe nëse arrim të qeshim me vetveten, të analizoni sjelljen tuaj dhe të kuptoni kufijtë e narcisizmit të shëndetshëm, atëherë ju jeni në rrugën e duhur për një vetëdije të fortë psikologjike, dhe kjo është më e rëndësishme se çdo pasqyrë apo like në Instagram. Pra, pyetja e fundit, a jam narciste? Në shumicën e rasteve, përgjigjja është ndoshta, por me humor dhe vetëdije, ky nuk ka problem. Përkundrazi, është një avantazh. Dhe aty fillon e vërteta rruga e vetë reflektimit dhe rritjes psikologjike. Miq, këto do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni dhe komentet tuaja, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video të jetë her pas here. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofshi.